keni pa njerëz kur i ngritin duart për tekbirin fillestar për mu fal. E ke pa ka njerëz që veç bojnë kështu. Edhe duart e tyre nuk shkojnë më naltë se sa këto. Kështu. Ose ka njerëz që i çojnë kështu, veç kështu. E kështu nuk bën o musliman. Forma e cila është përcjell prej Rasulit alayhi salam është kjo, i ngrit duart deri te krahojët. Domethënë deri këto. Edhe gishtat as shumë të largum, as shumë të afrom, jo kështu, po normal, edhe i ngrit duart, forma e parë deri këto, forma e dytë deri nivel të veshit, domethënë deri këto, i ngrit duart, pa e tepru, krejt normal i ngrit duart, ose kështu, ose kështu. Cila është më e mirë? Më e mirë është nëse përdor her njënën, her tjetrën, por me mri ma shumë shpërblim të Allahu Azza wa Jall, e mos me të bë saleh si adet veç i ngrit duart pa menu. Menon, sot pe zgjedh këta, nesër e zgjedh këta, ose të një saleh këta, të një këta. Po edhe nëse bën gjithmonë njëjtën, është në rregull kryesorja, ose kështu, ose kështu, ama jo kështu. Jo kështu, as jo kështu. E lutem Allahun Azza wa Jall na fal.